Përshëndetje, ju njohim me shtypin e ditës për këtë të mërkurë datë 17 shtator. Gazeta Telegraf hapet me lajmin Alfred Mojsiu, ministri 40 vjeç, këshilltari 25. Diplomacia shqiptare në ofensiv për integrimin në BE. Opozita shqiptare, grupi i PD-s dhe PL-s miratojnë emrat për drejtimin e komisioneve parlamentare për legjislaturën e re të Kuvendit. Në gazetën Dita mund të lexoni sa apo si ideja e Ramës se Kuvendi duhet të kurret në 101, përfaqësues vlen vetëm nëse rishikohet e ndryshon rrënjësisht ligji zgjedhor, më shumë se numri i përfaqësuesve në Kuvend ka rëndësi mënyra si hyn atje. 1000 euro faturë për çdo kostum dhe zbulimi i papritur i rënimit të RTS-s, abuzimet në televizionin publik. Çfarë dëshmoi Rubi në ditën e dytë dhe krisja në gjyq e legjendës Thaçi. Zbulohet dosja sekrete e Hysni Kapos, ka dridhje, temperaturë dhe boshllëk në kokë. Deklarata çfarë thot BE për gjendjen e sundimit të ligjit në Shqipëri, Serbi, Maltëzi dhe Maqedoni. Mushkritona fshehin një sekret të shëndetit, çfarë ndikimi kanë kakao dhe çaji jeshil. Në Panorama mund të lexoni strehimi social, kostot e reja të banesave të ndërtuara nga shteti, udhëzimi. PS forcon pushtetin në Kuvend me 79 vota, miraton strukturën e re, 11 komisione, PD betej në gjykat për diellën e rregulloren. Sot shkarkimi i Veliajt, këshilltarët e PS-s në mbledhje të jashtëzakonshme në Seli, procedura që do të ndiqet. Gjyqtarët dënojnë sulmet e Ramës si në kufit e veprës penale, lista e re dokumentet për të tërhequr parat. Në Panorama Sport mund të lexoni thriller në Torino, 8 gola për një barazim të çmendur. Beqiri ndez Shkodrën, Vllazni je për titull. 3 fqi një frik degdisini në provinca. Grupimet po përçajnë skuadrën e Amorim. Ndikimi i Musialas ka ndryshuar lojën e Harry Kane. 6 sprinte me 3 risi, FIA zbardh kalendarin 2026. Vllaznia për hipotekimin e kualifikimit. Futboll Europa Cup. Sfi 2D, Dobi e Daja duan vetëm 3 pikët. Gjykimi me Vllaznin, Partizani ankohet në FSHF. Revolucion total, nga vjet mbijetojnë vetëm 5 titullar.